Ky ushtrim është për të gjithë ju që nga dashuria e madhe nuk keni vënë kufij të shëndetshëm me të tjerët dhe tek vetja juaj dhe jeni lënduar dhe jeni plagosur nga mënyra e sjelljes të tjerëve. Ja të shikojmë si mund ta vesh në vend dashurinë për veten tënde dhe liro atë fëmijën tënde të vogël që u plagos kur donte të bënte gjithçka për prindrit e tij dhe pa dashje mori atë barën mbi supet e tij. Le të shikojmë më poshtë. Përgatituni, zini një vend të qetë tek dhoma juaj, mbyllni sytë, merrni frymë me undë dhe nxirreni me gojë. Në dorën e majtë mund të vesh dorën në zemrën tënde. Dhe sytë e mbyllur merr frymëfajell dhe liro. Merr frymëfajell dhe liro. Tani jemi gati të fillojmë ushtrimin dhe bisedën me veten tonë, me fëmijën tonë të brendshëm. Kur ai fëmija u ndodh në një pozicion të vështirë dhe pa dashje dhe nga dashuria, mori ngarkesën e të tjerëve dhe e bëri të tij. Por sot erdhi dita ta lirosh. Dhe tani, siç i ke sytë mbyllura, imagjino veten tënde si fëmijë. Dhe shikoje, sa vjeç ishte kur ndjente se të tjerët ishin më të rëndësishëm se ai, se ti. Shikoje me vëmendje dhe ndjej si ndijeshe ai fëmijë që u jepte rëndësi më tepër të tjerëve, sepse i donte shumë. Tani afrohu tek ajo vajzë, nëse je vajzë, dhe tek ai çun i vogël, nëse je çun, me butësi. Ulu pranë saj, pranë tij, dhe thuaj me zë të brendshëm: Merita, ti thuaj emrin tënd. E di sa shumë mundoje mos lëndonje të tjerët. E di që mbajte barat që nuk ishin të tuat, por tani je i lirë, e lirë. Nuk ke më nevojë ta bësh këtë. Dhe shiko çfarë bëje, që merr një përgjegjësi në të tjerëve. Dhe kur prindrit e tu ishin në konflikte dhe donje t'i shikonje të gëzuar, të lumtur, dhe kujtonje që ti ishe shkaktari që ata ziheshin dhe nuk merrnin përgjegjësinë e tyre si prindër, por mos harro që ti ishe vetëm fëmia e tyre, asgjë më tepër. Ti ishe atje për të marrë dashuri, për të marrë gjithçka nga ata, sepse ata janë të mëdhenjtë dhe ti i vogli. Ata japin dhe ti merr. Nëse ti donje të ndihmonje ata, nuk ishe në sistemin, në radhën tënde, në vendin tënd, dhe more një peshë që e ke mbajtur deri tani. Por erdhi koha ta lirosh dhe të marri sikush peshën e ti. Dhe thuaj vetes tënde të vogël: unë, zemër, jam këtu për ty. Do të mbroj, do të jap siguri, atë siguri shpirtërore, materiale, që nuk ta dhanë prindrit e tu. Do të vendos kufij që sot e tutje. Do të dua me shumë dashuri
dhe do të dua më shumë nga të gjithë, sepse unë jam këtu për ty. Dhe shiko, i ka përdzyen, unë jam këtu, jam rritur, jam këtu për ty. Dhe tani, imagjino si kur fëmia jote i vogël ka një thes me gurë të rëndë në kurizin e ti që e ka sjell deri tani, në supet e ti, dhe mere me avash, liroje duke i thënë, kjo nuk ka qenë njotja, mund ta lirosh. Dhe shikoje veten tënde ta marrësh me avash dhe i thuaj, kjo asnjëherë nuk ka qenë imja, ja kthej me dashuri kujt i përket. Dhe shikoje, është e mamas, e babait tënd, e kujdestarëve të tu që ka rritur gjyshe, e të rriturve. Dhe shiko, nga kush e more këtë peshë dhe lirohe. Dhe jepja dorën asaj fëmijës të vogël, që ishte i përgjunjësuar, që kishte shumë dashuri dhe i lënduar, dhe mbante përgjegjësinë të tjerëve dhe e mbante deri më sot, për të mos lënduar të tjerëve dhe nuk vinte kufi, dhe ishte mësuar që të bëheshe fëmijë i mirë, të jepte gjithmonë tek të tjerët pa kushte, që të merrte pak dashuri, atë që ty të takonte, nga e drejta jote që në orën e parë që je lindur. Sepse rindi jep dhe fëmija merr, por ne morëm pesha që nuk na takonin. Ngrije të fëmijën tënd të vogël dhe thuaj, tani je i lirë, e lirë, të jesh ti, të jesh e vërteta jote, sepse tani unë kam ka përdzyer çdo gjë dhe e kuptova që kisha marrë peshat dhe përgjegjësitë të tjerëve dhe harrova veten time. Të dua shumë, ti tani je në duart e sigurta dhe unë do të kujdes. Dhe shiko veten tënde të bukur, përqafoje fëmijën e vogël dhe shiko që të rritet dhe thuaj faleminderit shumë që ti bëre kaq durim, kaq kohë dhe më prisnje të vinja të shikoja, që unë të arrinja të vinja sot në këtë moshë kufin tek të tjerët, duke mos lejuar veten time të vuaj për gabimet e të tjerëve, por mundem t'ja u jap atyre përgjegjësinë dhe unë të mbaj përgjegjësinë e vetes time, sepse çdo njeri ka fuqinë e shpirtit të tij dhe në kohën e tij mund të vendosë të lidhet me fuqinë e shpirtit, të filloj të bëj zhvillimin e tij personal, dhe çfarëdo që të vendosi është e drejtë e tij. Unë jam këtu për veten time, të dua veten time dhe të bëj hapat e mi. Merr atë personin e vogël, përqafoje, shikoje në sy dhe thuaj, së bashku që sot e tutje do ka përzejmë çdo gjë. Ju dua shumë dhe bëj këtu ushtrimin të paktën për 21 ditë dhe shiko çfarë rezultate do kesh. Në qoftë se të vjen të qash, mund ta lejosh veten. Për më tepër ushtrime dhe ndihmë për të punuar me veten dhe zhvillimin personal, komuniko me mua tek telefonat Viber ose me WhatsApp me mesazhe 00 30 699 321 46 37.
jam këtu për